Mëngjesi, mirë se keni ardhur në një tjetër video këtu në kanalin tim. Që vlog mas jemi tani në 16, 17, nejse. Bëra këtë kujdesin e fytyrës si që pat, edhe tani do lyhem pak, jam veshur, do dalim në Köln sot. Do shkojmë tek tregu i Krishtlindjeve. Kam parë që atje është bërë super bukur. Në fakt nuk shkojmë dot në kohë darke, sepse është goxha ftohtë, edhe ka shumë njerëz, e di që nuk do jesh ndoshta shumë rehat, se ka shumë njerëz edhe plus halla nesër ikën edhe trim edhe pak në shtëpi darket. Besoj se nesër ikën, kështu që trim edhe pak në shtëpi dhe dalim të 4 të 5 me gjëzojnë. Kam parë që nga që ka njerëz atje me zi lëviz me karrocë e fëmijë, kështu që unë zojnë do ta maj në kangur. Do marrë dhe kangurin me vete. Edhe kështu të shohim tani si do shkoj atje, për tani në mëngjes të bëhemi gati edhe do shkojmë një herë pim një kafe këtu. Do shkoj Liri të blej peshk, që të bëjmë peshkun për darkë, edhe pastaj do nisemi. Do me thëmë për nga dreka kështu do ikim andej. Mendoj se do ja kalojmë bukur normale, si dje. Por dje nuk ikëm dot në Köln, pasi Liri nuk ishte në punë. Dhe do ikim sot. E di që më bukur do duket darket me drita. Por, që bëjmë? Se është shumë ftohtë në darket. Edhe nëse është aq ftohtë, me si rri. Edhe nuk naqesh të ma ndoj shumë. Kështu që, kjo është dhe një arsye tjetër. Ma mirë ikim tani ditën. Mendoj, do jetë situata më e menaxhueshme edhe me Zojnë. Se duhet mendojmë edhe për ata, jo vetëm për ne. Kështu njerëz tani, të bëhem gati, të lyhem, edhe do shifemi, kam përcuar dhe një pako në post, që kam bërë një shitje në Vinted, edhe nëse nuk harroj do të tregoj pak edhe gjërat që mund të më vinë sot, se do më vinë, pres një pako, inshallah vjen në shtëpi, ma lën aty se nuk do jem në shtëpi kur të vinë ata, por gjithsesi nëse nuk harroj, se me njerëz edhe harron të bë mohabete gjëra, se do të kalosh momentet e bukura. Pa i filmuar nuk të shkon mendja, edhe është normale, besoj e kuptoni këtë gjë. Hey goca, sa po kemi ardhur këtu në Köln, ne jemi duke pritur për të parkuar, por deri një orë këtu. Jemi këtu te kisha edhe te ky parkimi që futesh këtu brenda. Tani kur të dalim do ju marr prapë me vete. Edhe kështu. Sa pa erdhëm në Köln. Wow. Aty është ajo, Weihnacht Market. Do të futemi aty. Jo, ma jo. Zoi!
Kemi ardhur këtu. Por ka shumë njerëz. Edhe vin akoma, e di që do vin akoma. Ka shumë njerëz, o njerëz. Ka shumë popullsi. Unë kam këtë. Tani do him këtu brenda. Do him brenda te kisha tani. Jo, unë kam hyrë. Kam hyrë, po kam hyrë me anën. Do him brenda në kish njerëz se do ta shikoj çik halla me burrin e saj. Të shohim. Po, është shumë e madhe. Oj, kemi një pastër.
Sa interesante dera. Dolëm nga kisha dhe tani do ikim tek tregu i Krishtlindjeve. Por është ftohtë sot njerëz. Ti mbuloj që këto durët e... Pas kam bërë dhe kishin e vogël. Tani do him këtu brenda. Am Kölnerdom. I kemi hina aty tu ka qenë, sysh. Po ka dhe vendet e tjera. Shiko, kur dalim andej. Hym kështu edhe dalim andej. Alle si ju duket vera e ngrohtë. Se po ju bën publicitet. Të pëlqen apo jo? Shumë e mirë është. Mos e pijat, Massimo? Come ti sembra? Questo? Sì. Buono. Non ti piace? Buono. Piace o no? Ora sì. Po ti pëlqen ti? Sì, mi piace. Po ti Zoe? Genau, die Kugeln hat kann man sich dann Bucraien. überlegen, noch dazu extra zu nehmen. Die großen Kugeln sind alle 20 und die kleinen 15. Ja. Und dann dreht sie sich dadurch. Njerëz, shikoni si bëjnë këto. Sa të bukura o njerëz. Okay. Diciamo, vedi. Okay, you show me. Njerëz dolëm, edhe tani do dalim një xhiro të vogël. Dolëm atje nga marketet e tregjeve, sepse normalisht nuk do rrim atje shumë, se do kthehemi edhe në shtëpi, po do bëjmë një xhiro këtu. Në afër, jo shumë larg. Lezetshëm këto drita të lartë. Duken shumë lezetshëm. Tani do kthehemi në shtëpi, sepse po bën ftohtë, duhet të shkojmë të blejmë disa gjëra, edhe më mirë kthehemi në shtëpi. Se nuk do ham këtej, do ham në shtëpi darkën dhe duhet të gatuajmë darkën. Jo Zoi, ftohti. Kështu që goca, neve tani jemi të peshku edhe do marrim peshk. Ka vajtur Iliri të marri. Kanë zbritur të gjithë përveç me, unë jam në Zoin këtu. Edhe do ikim në shtëpi, do gatuajmë peshkun për sonte. Por që kam si për gjumësh, larg, lodhesh me të drejtën, sidomos edhe me fëmijë të vogël. Gjithsesi, ne do ikim në shtëpi. Do gatuajmë siç thash, do bëjmë gati në një gjë se halla nesër do niset, do kthehet për në Itali. Edhe kështu kaq ishin ditë, 2 ditë ndeti halla. Por u kënaqëm, ja kaluam bukur.